Këto pamje nuk janë të kërkuara enkas për një kronik sensacionale dhe as vinë nga burimet pa konfirmuara. Në teritorin me ndërtesa nga më të vjetrat në Tiranë qarkullojnë për ditë mijëra nevojtarë të shëndetit nga kryeqyteti dhe rrethet e Shqipërisë. Pse i keni gjithë këto sende këtu? Po s'ka asgjë spitali, do të haj. Do të thënë gatuanit? Po. Është e mundur, është e lejuar? Po tani sipas kushteve që ka spitali, të lejohet, ç'do bëj? Çfarë mungon tjetër? Përveç ushqimit. Po ç'a të them, mund të ja ujë dhe drita ka çdo gjë vet. Sa keni shpenzuar për këtë shtrim? E ku bën llogari? Çdo gjë vet. Kontakti midis smurëve, siç e shikon dhe vetë, është shumë i ngushtë dhe infeksionet mund të transmetohen nga njëri te tjetri. Por ndërkaq që ne ndeshemi edhe me të smurë të cilët ndoshta nuk pranojnë që të shtrohen në klinikë për kushtet e rënda që ekzistojnë në klinikën tonë. Personeli është gjithashtu i shtrënguar në detyrën e tij dhe në një farë mënyre nevojtar i profesionit. Ne gazh nuk kemi, me sakrifica po, ashtu. Veglat i zi thjesht me një tenxhere, domethënë siç e shikoni vetë. Nuk u kam sterilizator ku të zi veglat. Kam bërë kërkesën kush e di se sa herë. Thonë nuk ka. Atëherë Ka patur asnjëherë? para 10 vjetëve. Po ku është? Po ku është? Ku e di unë se ku është? Një mjek, sidomos por dhe pjesa tjetër e personelit, sulmohen nga termi korrupsion. Keni paguar se këtu spitali pa parës s'ashtu? Sa keni paguar? Atë se di se kanë paguar djermt. Kush ju ka kërkuar? Ja kena dhënë vetë se ka ardhur i smur të maru. A paguajnë lek të smurët këtu? Paguajnë. Sa? Parin deri ke 200 mishi. Ja kërkojnë mjekët të personeli apo duan vetë? Tani, edhe duan vetë, po edhe si kusht. Edhe si kusht, përpara se të shtrohet. Po, Po ai që nuk paguan. e sorollasin. Po është e përpjet. Edhe duke rrezikuar jetën? Ma mendja se po. Edhe duke rrezikuar jetën. E mjafton rroga një mjeku për të jetuar? Ja, vale. Megjithatë, Ky mos i mjaftuar, si mund të punoj? shumë mjek për shembull janë angazhuar në shërbime private. Sa kohë që janë njerëz pacient mund të jenë të gjithë dhe në spitalin e Tiranës mund të gjesh vetëm një copë kartë që e njeh nocionin e pacientit. Një doktor kur smuret vet. Tamam si pacienti bëhet njësoj. Si smuri bëhet. A mendoni se mund kishit bërë diçka më shumë për shembull për të smurët kur smureni vet? Më shumë se ka i spanjërat. Në këto kushte që kemi. Ndërkaq, autoritetet e shëndetësisë përgjigjen. Është pjesa e pa dokumentuar e medikamenteve. Pra, gjithçka në inventar qëndron normalisht, mjeku shënon mjekimin për pacientin, pacienti e merr mjekimin, por ndodh pjesa e pashkruar kur infermieri i thot pacientit që ti blej medikamentet. Për këtë ne kemi marrë disa masa dhe po hartojmë një skemë të gjithë për ta minimizuar këtë. E para duke kontrolluar gjithë procedurën e tenderit dhe duke mos zhvilluar tendere për ato medikamente që janë stoqe në magazinë ose që vinë nga ndihmat për të mos bërë paralelizime. Shmangja e dytë është targetimi ose markimi, vendosja e etiketës së medikamenteve për të thënë përdorim vetëm në spital. Kemi paraqitur disa vendime në qeveri për të zbutur këtë fenomen dhe për të çuar drejt një zgjidhje të kënaqshme të saj para se të futen sigurimet shëndetësore për mënyrën e pagesës dhe të shpërblimit në mënyrë ligjore të mjekëve dhe për kontributet që pacientët do t'i japin në spital për aq kohë sa të futet sigurimi shëndetësor.